duke marrë parasysh faktin se Mirela Edi Rama e qeverisë vendin që nga 2013 dhe në këtë harë kohor pjesa e rrjeteve sociale, bota digjitale ka qenë shumë e rëndësishme, pasi në shumë mbledhje të grupeve parlamentare që unë kam ndjekur të Partisë Socialiste ka qenë porosi prej tij mënyra se si deputetët, ministra duhet të sillen në rrjetet sociale dhe komunikimi që duhet të kenë në mënyrë të vazhdueshme, pra mbledhje të dedikuara pikërisht për këtë pikë, padyshim që në kushtet kur protesta e cila ka nisur në 31 maj të këtij viti ka marrë atë viralitet në rrjetet sociale, për Edi Ramën pikërisht kjo nuk është një gjë e mirë, duhet të ndaj, dhe ai ka porositur të tijët që duke marrë parasysh që gjatë kësaj kohe zoti Rama ka zgjedhur që të jetë vetë në vijën e parë, tu përballet në një farë mënyrë përmes rrjeteve sociale me postime të herpaseshme gjatë ditës, ka kërkuar nga ana e deputetëve që të jenë edhe ata më aktiv, dhe ajo që unë kam vënë re gjatë tyre 48 orëve pasi mbledhja ka përfunduar është nga ana e deputetëve të grupit parlamentar socialist ka pasur një aktivizim të shtuar, duhet thënë, duke postuar jo vetëm postimet që bën zoti Rama si përgjigje për protestën, por duke mbajtur edhe edhe deklarata të shkurtra apo postime të shkurtra nga ana e tyre. Pra, pikën e parë, një nga kërkesat kryesore të zotit Rama, të paktën në mbledhjen me dyert të mbyllura, ka qenë që deputetët do duhet të ishin më aktiv në botën digjitale, në Facebook, në Instagram apo edhe në TikTok për të nxjerrë edhe të mirat që qeveria bën, ka deklaruar ndër të tjera zoti Rama, nga ajo që ne kemi mësuar, pra për shkak sepse gjatë kësaj kohe, nëse mund të shprehemi kështu, rrjetet sociale i kanë mbytur pikërisht protesta, masiviteti dhe kërkesat e qytetarëve. Po, edhe në kuadër pikërisht të algoritmit është Elisa Spiropali, e cila ka pasur një qëndrim në rrjetet sociale, ku mes të tjera shkruan, po do ta kemi marrëveshjen e re për Shqipërinë. Shqipërinë që duam të ndërtojmë, duhet ta bëjmë dhe do ta bëjmë më të hapur, më të drejtë, më meritokratike, më europiane. Për të arritur këtë, Partia Socialiste duhet të gjejë forca të mbledhë mendjen, të vetë pastrohet, të bëhet më dinamike, më demokratike, më kompakte, për të mbetur gjithmonë e re, gjithmonë e pastër, pa smërçe, pa ndryshje, pa pelivan llëqe. Ta bëjmë marrëveshjen e re të madhe, të thellë, të vërtet, duke patur parasysh se po nuk lartësuam veten, nuk mund të përmirësojmë vendin. Një ditë më parë, në fakt, vjen ky reagim. Si është parë ky reagim? Lexoja komentet edhe shikoja komentet ndryshme, kishte njerëz që e mbështesin, ka njerëz që thonë Nike nga pushteti luan me dy porta. Kishte të tjerë që thoshin po përpara këtij komenti ka qenë ministre jashtme, kryetare kuvendi, ministre për raportin e parlamentit me qeverinë në krah të Edi Ramës, etj, vazhdonte historia. Në fakt, si tingëllon brenda Partisë Socialiste? Është një zë i vetëm Elisa Spiropali, e cila e ka ndarë mendjen që do rri në këtë linjë, apo përfaqëson diçka brenda Partisë Socialiste? Elisa Spiropali zgjodhi që në këtë mbledhje të radhës të zgjeruar të mungonte, por postimit të saj i dha zë Edi Rama në fjalimin e tij kur tha se brenda grupit apo familjes tij politike kishte edhe zëra për një marrëveshje të re për Shqipërinë, për të cilën ai ftoi dhe në këtë rast pa e përmendur me emër, por duke nënkuptuar pasi zonja Spiropali e ka bërë një postim që në ditët e para duhet të kësaj proteste që ka nisur këtu në kryeqytet, i ftoi që ta dorëzonin këtë draft për Shqipërinë e re, por kam frikë, tha zoti Rama, se nuk do të ketë një të tillë. Nuk vonoi dhe zonja Spiropali ditën e djeshme bëri pikërisht një reagim duke thënë se do e kemi dhe duke i hedhur pikërisht në këtë mënyrë edhe dorezën apo dorashkën, duhet thënë zotit e Rama, duke ftuar në këtë ndoshta dualitet, nëse mund ta quaj kështu, se së shpejti do të ketë një draft sa i takon pikërisht Shqipërisë së re, Shqipërisë për qytetarët, që zonja Spiropali flet në një postim në rrjetet sociale. Të paktën që në kohën kur zonja Spiropali ditë më parë bëri këtë postim, diskutohej informalisht se mund të kishte një draft nga ana e saj. Por ajo që është me interes është se vetë zonja Spiropali, e cila ka dalë në vit
ditë parë dhe ka shprehur këtë draft për Shqipërinë e Re apo marrëveshje për Shqipërinë e Re që duhet të ketë vendi në këto moment që po përballet me këto protesta qytetare, është fakti se kush fshihet pas zonjës Spiropali, nëse ka emra të cilët janë pjesë aktualisht aktive e Partisë Socialiste apo ata të cilët kanë qenë dikur në Partinë Socialiste dhe tani më janë larguar. Gjatë kësaj kohe duhet thënë se zoti Rama ka patur kritika, duhet thënë, edhe nga ata të cilët dikur kanë bashkëpunuar me ta. Për shembull, një nga zërat që gjatë kësaj periudhe Mirela ka qenë kritik me qëndrimet e tij dhe ka dalë krah protestës qytetare, ka qenë ish-ministri i jashtëm në qeverisin Rama, e kanë fjalën për Ditmir Bushati, nuk dim nëse zoti Bushati është i idesë apo i mendimit se Shqipëria duhet ketë një marrëveshje të re siç mendon Elisa Spiropali, apo emra të tjerë që i kanë dalë kundër zotit Rama, si zonja Arta Dade, edhe ajo ish ministre, dhe duhet thënë që ajo që të paktën tani më duhet të presim, së pari është kur zonja Spiropali do të zgjedh ta publikoj apo prezantoj këtë draft apo marrëveshje për Shqipërinë e Re, dhe së dyti nëse zonja Spiropali ka marrë nga figurat të tjera politike mbështetje sa i takon pikërisht hartimit të këtij drafti apo qëndron e vetme. Gjasat janë që të mos qëndrojë vetme, por të ketë edhe personazhe të tjerë politik aktiv ose jo aktiv, të cilët e mbështesin pikërisht këtë marrëveshje për Shqipërinë e Re dhe për shqiptarët.